Presidente Osmani, faleminderit për këtë mundësi. Pra, jemi këtu në margjina të forumit diplomatik të Antalyas, ku ju keni marrë pjesë dhe kishim një lajm sigurisht me rëndësi, erdhi njohja nga Sudani. Na flisni pak më tepër se si ndodhi kjo, si erdhi, është njohja e dytë për 2 javë që çam pak një boshllëk që ka zgjatur gati 5 vjet. Patjetër, Antalya Diplomatic Forum është një prej platformave më të rëndësishme në të cilat Kosova ftohet që 4 vite me radhë, ku kemi mundësi që të diskutojmë, të thellojmë raporte me aleat ekzistues, por edhe të krijojmë raporte të reja me aleat të rinj. Për shkak se është një vend, një forum ku marrin pjesë edhe shumë shtete të cilat ne e kemi pak më vështirë t'i takojmë, edhe për shkak të distancës gjeografike, edhe për shkak se shumica e forumeve ku Kosova ftohet janë zakonisht nivelit kontinental evropian. Prandaj kjo gjithmonë ka qenë një prej platformave më të rëndësishme, edhe për shkak të pjesëmarrjes, por edhe për shkak të mbështetjes së madhe që kemi nga shteti turk që të ndërtohen këto relacione të reja. Me shtetin e Sudanit ka vite me radhë që ne si presidencë kemi komunikim, të gjitha janë bërë me mbështetjen e madhe të shtetit turk. Dua ta them që nga fillimi është një shtet jashtëzakonisht i rëndësishëm, i cili edhe pse po kalon nëpër sfida të mëdha, është një shtet me cilin kemi pasur komunikime të vazhdueshme dhe tani ditët e fundit këto komunikime kanë qenë shumë intenzive. Siç e përmenda, në takimin tim me presidentin Erdogan kemi diskutuar për një plan konkret sa i përket rritjes së numrit të njohjeve dhe si lider i Turqisë, ai edhe kur ishte kryeministër, por edhe tani si president ka mbështetur shumë këtë proces, por tani kemi një plan shumë konkret, shumë intenziv, nëpërmjet të cilit besoj që do të kemi mundësi që sa më shpejt arrisim numrin e njohjeve për Kosovën, dhe kjo për ne asnjëherë nuk ka qenë thjesht çështje njohjesh bilaterale, por përfundimisht e ndihmon kualitetin e jetës së qytetarëve tanë, sepse sa më shumë që kemi njohje, aq më shumë mund të kemi antarësime në organizata ndërkombëtare, të cilat përfshin nga çështje drejtave të njeriut deri te çështjet e shëndetësisë apo të fundimit të ligjit. Pra, përfundimisht përfituesit e këtij procesi janë vetë qytetarët tanë, sepse ngritet kualiteti të gjitha këtyre fushave. Dhe tani fillimisht me njohjen nga Kenya, tani me njohjen nga Sudani, është dhënë një shtytje e re gjithë këtij procesi, natyrisht me përkrajen e plotë të aleatëve tanë, me cilët si presidente punoj çdo ditë, punoj vazhdimisht, dhe jam e bindur që ky proces do të ketë energjinë e duhur edhe gjatë ditëve, muajve e viteve në vijim. Nuk ka asnjë arsye që shtetet mos ta njohin Kosovën. Natyrisht ka disa që i kanë disa probleme të veta të brendshme, të cilat as pak nuk lidhen me ne, sepse nuk janë të ngjashme. Mirë, po ka shumë shtete në fakt që s'kan fare probleme të tilla, por ende nuk e kanë marrë këtë hap dhe ne jemi kryesisht duke punuar me to, por duke mos u ndalur edhe më të tjera. Pengesat për Kosovën ju e dini ndërkombëtarisht janë të mëdha, sepse përveç lobimit masiv, agresiv, korruptiv të Serbisë, jo vetëm për njohje, por edhe për jo vetëm kundër njohjeve, po edhe për shnjohje, ka edhe shtete si Rusia që vazhdimisht tentojnë të na pengojnë, mirë po me punën e madhe që kemi bërë për gjatë këtyre viteve, sepse këto nuk janë fryte që shihen me njëherë. Edhe me përkrajen e aleatëve tanë, ky proces po jep frytet e veta tani me shpresën që do të kemi edhe shumë lajme të mira për cilat jemi duke u angazhuar pritën edhe njohje të tjera. Po, kemi disa shtete me cilat jemi duke punuar vite me radhë që janë shumë afër. Tani, natyrisht, një shtytje finale e aleatëve tanë është ajo që rumbullakson gjithë procesin. Ne po punojmë afër me aleatët dhe këtu nuk po flas vetëm për kontinentin afrikan, po flas edhe për kontinente të tjera, të cilat ju e dini i kam vizituar për gjatë mandatit. Shpeshherë ne nuk mund të dalim në publik dhe të trumbetojmë për punën që po bëhet, sepse automatikisht kjo nxit përgjigje negative sa i përket njohjes që do të vijë. Dhe ne duhet t'i kuptojmë që shumë prej shteteve janë në pozicion që duhet t'i ruajnë aleancat e tyre, raportet e tyre, edhe me shtetet të tjera që ndoshta ne nuk i kemi fort të mira, por në momentin kur po dalin njerëzit dhe po i bëjnë publike të arriturat, ende pa përfundu puna, nga njëherë ju e keni pa për gjatë historisë Kosovës, kjo ka penguar, jedhemish ne nuk kemi dasht, shpesher do të jam mbi 90% të rasteve, nuk i bëjnë publike komunikimet tona me
shtetet jo njohëse derisa të arrihet rezultati, por çka është më e rëndësishmja është që njohjet po vazhdojnë, që përsëri bota po dëgjon që çështja e Kosovës, s'ka çështje të Kosovës, shteti i Kosovës është çështje mbyllur një herë për gjithmonë, është realitet i pakhthyeshëm. Dhe është vetëm çështje kohe kur edhe të tjerat do ta bëjnë këtë njohje. Përmendët edhe ju, pra njohjet po vazhdojnë, se ishte krijuar përshtypja se u ndale. Njohja fundit ishte e Izraelit që ndodhi me marrëveshjen e Washingtonit, por po ashtu theksuat disa herë ndihmën e aleatëve, partnerëve. Sa ndikon pikërisht kjo, duke parë se, siç keni folur edhe ju disa herë, sidomos kohëve të fundit, ne kemi vënë në sprov nganjëherë edhe aleancat tona. Dhe pastaj ndoshta nuk e kemi parë vullnetin si më herët për ta ndihmuar Kosovën në çfarë do, edhe në këtë procesin për njohjen. Sa është e rëndësishme kjo që ne ti rimekëmbim aleancat në nivelet më të mira që mund t'i kemi, në mënyrë që ta marrim dhe ta gëzojmë këtë ndihmën, pa cilën besoj, siç po thoni edhe vetë, ndoshta nuk do të mund të arrinim t'i kemi njohjet ose të vazhdoj ky procesi i njohjeve. Para se të kaloj te kjo temë shumë e rëndësishme që e hapët, vetëm një sqarim. Kur thuhet që nuk ka pasur njohje për disa vite, duhet ta kuptojmë që çështja e njohjeve në kontekstin pozitiv, njohjeve shtesë, nuk mund të shihet në izolim vetëm tek numrat shtesë, por edhe tek diku 25 shtete të cilat Serbia i pat prezantuar siç njohje. Unë nuk dua të bëj analizë, nuk dua të bëj analizë të së drejtës ndërkombëtare sepse me atë fushë jam marr për mbi 2 dekada, por në aspektin politik, sepse njohja, qoftë edhe ç'njohja është akti vullnetit politik sipas GND-s. Dhe Serbia pat prezantuar një listë prej diku mbi 25 shtetesh, të cilat sipas tyre kanë lëshuar letra që kanë tërhequr njohjen apo kanë ngrirë procesin e njohjes e tjera. Që i bie ishte proces që mund shije se po shkojmë prapa. Dhe pastaj kjo reflektohet në praktik, sepse ato shtete kur të ndërmarrin një veprim të tillë, pastaj nuk votojnë për teje si shtet në antarësime. Pra, ka efekt, na mundemi me injoru si proces. Megjithatë është efekt shumë negativ. Të injorohet, po thoni, dhe ndikon. Ka pas njerëz që kanë dashur me injoru. Tash ne mund t'ja bëjmë qefin vetës, themi jo nuk ekziston njohja si koncept. Nuk po flasun juridikisht, politikisht ka efekt. Po është vullneti i tyre për bashkëpunuar. Aty ku desha të dalësh, që si presidenci jemi marrë jashtëzakonisht shumë me këto 25 njohje të pretenduara nga ana e Serbisë. Përsëri këtu me ndihmën e aleatëve kemi arritur që të rikthejmë secilën, përveç njërës për të cilën akoma nuk kemi përgjigje, as ne as aleatët tonë. Pra po thoni nga ato mbi 20, cilat i ka potencuar Serbia se janë njohje, është rikonfirmuar njohja. Po, është rikonfirmuar njohja, janë rikonfirmuar marrëdhëniet bilaterale. Shumicën e rasteve jemi ulur dhe kemi shkruar edhe marrëdhënie diplomatike dhe kemi akredituar ambasador. Pra është betonuar njohja dhe kjo në aspektin total të njohjeve të Kosovës është një arritur e madhe, sepse nuk mund të thuhet që nuk ka pas lëvizje në procesin e njohjeve, kur në fakt mbi 20 shtete ne i kemi rikthyer relacionet tona dhe kjo është shumë e rëndësishme sepse e pat krijuar Serbia një përshtypje negative edhe tek shtetet të cilat nuk na kanë njohur ende, duke u thënë mos u ngutni ju se shihni këta tjerët po tërhiqen. Pra, ky ka qenë një proces në cilin si presidencë kemi qenë shumë të angazhuar, ju e patë edhe me Sierra Leone këtu, dhe edhe me disa shtete të tjera që jemi takuar, që Serbia pretendonte që kinse ka njohje, i kemi rikonfirmuar relacionet tona bilaterale dhe kjo është në totalin 119 që është tani, është shumë e rëndësi. Totali mund të themi se është 190 njohje deri më sot. Kosovën e kanë njohur 119 shtete. Është një shtet nga këto 119 me cilin akoma kemi komunikim me ta, mirë po na duhet edhe një kështu konfirmim më i fuqishëm, një betonim sa i përket këtij numri. Dhe propaganda e Serbisë sa i përket çnjohjeve ka dështuar dhe ne do të punojmë bashkë të gjithë në Kosovë, po edhe me aleatët tonë që të vazhdojmë ta luftojmë atë. Sa i përket çështjeve të aleancave. Kjo nuk është e vërtet vetëm sot, ka qenë e vërtet nga dita e parë kur Kosova ka shpallur pavarësinë e deri më sot. Asnjë njohje të Republikës së Kosovës, askush nga ne nuk kemi mundur dhe nuk mundemi ta sjellim vetë. Jo pse e drejta nuk është në anën tonë. Kuptohet tash kaq qartë se ka pasur pretendime nganjëherë se jemi të vetëmjaftueshëm dhe nuk na duan. Mund të ketë nga të tjerët, nga unë si presidente nuk ka pasur dhe në fakt vetëmjaftueshmëria nuk do duhej të ishte koncept që mbizotron as tek shtetet më të mëdha, LRM, tek shtetet si Kosova, të cilat sukseset i kanë të përbashkëta me aleatët.
Mirë po unë e kam parë drejt për së drejti, kur kam qenë shefe stafit presidentit Sejdiu në procesin e 5 viteve të para të njohjeve, pastaj si udhëhecëse e Komisionit për Politikë të Jashtme, dhe tani si presidente, si kryetare kuvendit dhe tani si presidente vetë. Dhe besoj që secili që ka qenë institucione i angazhuar drejt për drejt në njohje e ka përjetuar këtë. Nuk mundet Kosova pa ndihmën e aleatëve të konsolidoj përfundimisht subjektivitetin tonë ndërkombëtar, i cili nuk është në pikë pyetje juridikisht, po e sqaroj prapë. Mirë po për ne është me rëndësi që të arrisim numrin e njohjeve dhe përfundimisht hyjmë gjitha organizatat ndërkombëtare. Pra nuk varet kjo nga individi, asnjëherë. Nuk është varur kurrë nga individi, sado që dikush punon më shumë, dikush punon më pak, varet nga puna jon plus aleatët. Pra është gjithnjë bashk. Dhe ju me të drejtë potencuat që kur ka mos pajtime të mëdha në mes të Kosovës dhe aleatëve, natyrisht që edhe vullneti i tyre pastaj për të ndihmuar me njohje nuk është shumë i madh. Si presidencë, ne këto 5 vite kemi ruajtur aleancat në nivelin më të lartë të mundur, edhe kur kemi pasur ndonjë dallim rreth qëndrimeve, i kemi tejkaluar ato me korrektësi maksimale, duke respektuar sovranitetin, shtetësinë e Kosovës, po të njëjtën kohë edhe aleancat tona si element i kësaj shtetësie, sepse njëra nuk e përjashton tjetrën. Nuk e përjashton njëra tjetrën, koordinimi asnjëherë nuk është subordinim, nuk është në nështrim, është në të mirë të Kosovës, është në interes të Kosovës dhe rezultatet shihen, frytet shihen. Ta zëm aleanca me Amerikën, Kosovës ja ka dhënë dhe puna jonë, pra janë bashk, unë nuk e përjashtoj njërën dhe tjetërën, thjesht po them që duhet shkojnë të dyjat bashk, punojmë shumë, tregojmë seriozitet, ndërtojmë imazh pozitiv për shtetin tonë. Po ka pasur shpesh edhe hatërmbetje nga përfaqësuesit amerikanë që na kanë thënë s'po na shoh Kosova si partner. Aleancën me partnerët tonë. Aleanca me Amerikën, Kosovës ja ka dhënë një numër tepër të madh të njohjeve. Unë kam qenë prezent në takime kur ka ndodhur këto gjëra. Aleanca me presidentin Erdogan i ka dhënë një numër shtesë të njohjeve. Pastaj shtetet si Mbretëria e Bashkuar, Gjermania e shumë të tjera kanë qenë të angazhuara në njohje të tjera. Dhe sa më shumë që të punojmë ne për brenda, por edhe me aleatët, aq më shumë do të rritet numri i njohjeve. Dhe zonja presidente, bota po ndryshon shumë, sidomos këtë vit, edhe me presidentën e dytë Trump, pra ka dinamika të shtuara, dhe ju keni ndërmarrë edhe një hap që ka qenë i ndërlidhur me tarifa që u prezantuan para disa ditësh, pra Kosova t'i hes një anshëm tarifat ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës si një kundërpërgjigje për të relaksuar edhe për t'i shprehur natyrisht edhe mirënjohjen dhe angazhimin Shteteve të Bashkuara të Amerikës, edhe pse kishte pak mos koordinim apo si mund të quhet pasi që kishte një reagim nga qeveria. Sa të rëndësishme janë këto mesazhe që dërgohen nga Kosova pikërisht për atë që folëm në pjesën e parë kësaj bisede? Nga ana jonë nuk ka pas fare mungesë koordinimi. Komunikimi im me qeverinë e Kosovës është bërë nëpërmjet letrës zyrtare, jo me emaila, jo me rrjete sociale. Unë kam komunikuar me letra me kryeministrin e vendit, me korrektesë maksimale, duke respektuar institucionet dhe duke u bazuar në një kulturë institucionale të ndërtuar në mbi 2 dekada në shtetin tonë, po mbi të gjitha duke respektuar kushtetutën e Kosovës. Tani unë kam mundur të bëj diçka tjetër, unë kam mundur duke qenë udhëheqëse e politikës së jashtme, ku edhe kushtetuta edhe komentari i kushtetutës sqarojnë qartë që presidenca si institucion përcakton objektivat strategjike në politikë të jashtme dhe ekzekutivi thjesht i zbaton. Keni mundur ta bëni hapin ka mundur. unilateral. Për hir të koordinimit, e kam dërguar këtë në cilësinë e propozimit, si lloj propozimi. Mirë po, komunikimi në Twitter nuk ka qenë me qeverinë e Kosovës, komunikimi në Twitter ka qenë me palën amerikane, sepse ne jemi informuar nga Kongresi Amerikan që koha ka qenë esenciale, momentumi ka qenë esencial dhe më e rëndësishmja ka qenë në atë moment që Kosova të dalë e para nga e gjithë bota publikisht me këtë propozim. Sepse ne nuk humbim asgjë ekonomikisht nga ky propozim, po mbi të gjitha ta sqarojmë një gjë. Kjo s'ka të bëj me çështje fiskale, kjo ka të bëj me aleanca strategjike. Llogariteni sot, në prill 2025, Kosova ka 0 tarifa ndaj Serbisë, kurse i ka vënë tarifa aleatit të vet ekzistencial SBA-ve. Për mua kjo është turp. Si është e mundur kjo të na Nuk ka ndodhë turp dhe më endet të mos madh. lëvizim? Dhe në vend se të mirëpritet një propozim nga presidentja e Kosovës, unë nuk jam presidente e Serbisë, jam e Kosovës,
jam e Kosovës. Në fakt, propozimet edhe nga qytetarët kur vinë ato duhet të mirëpritën. E lemë nga presidentja e Kosovës që e mbron interesin e Kosovës. Unë pash në fakt refuzim, sepse të thuhet që ne do ta bëjmë. Kjo është në praktikë kjo është refuzim, sepse të thuhet ne këtë do ta bëjmë vetëm nëse negociojmë një marrëveshje tregtisë së lirë. Ju lutem, kushdo që e din se si shkojnë këto punë, marrëveshjet e tregtisë së lirë një herë janë radhë kogja do shtete para nesh, kur t'i vije radha Kosovës deri atëherë më humbet momentumi, edhe a ditë është bërë dëm jashtëzakonisht i madh në relacionet tona me Amerikën, po, unë jam informuar zyrtarisht çfarë dëmi tepër i madh është bërë në momentin kur në vend se të ecet përpara me njëherë, sepse Kosova është dashur që një anshëm t'ia largojë Amerikës atë 10%. Po e them, për mua nuk ka asnjë racionalitet prapa asaj që me Serbinë mos ketë tarifa, natyrisht ka kuj ceftas, kurse me Amerikën të ketë tarifa. Kjo ka të bëjë me aleanca. Në momente të rënda, aleatët duhet ta shohin që ne jemi aty me ta. Dhe ky ka qenë një prej momenteve tepër të rëndësishme në administratën e presidentit Trump, dhe unë këtë propozim e kam bërë pas shumë e shumë analizave, konsultimeve me aleatët tonë, Kosova do të përfitonte shumë. Po e them me përgjegjësi të plot, Kosova do të përfitonte shumë, populli i Kosovës do të përfitonte shumë. Unë si individ nuk kam ndonjë përfitim aty, por kur përfiton Kosova, përfitojnë të gjithë, përfiton populli ynë në fuqizimin e aleancës, sikur mos të kishte një reagim i cili mbi të gjitha ka treguar mungesë të kulturës bazike institucionale, tashtoj edhe mungesë edukate bazike, po ato le të mbesin tani së kaluarës. Çka do të ndodhë në të ardhmen? Në momentin që konstituohet kuvendi i Kosovës, unë kam përgatitur draft ligjin për heqjen e kësaj tarife. Dhe atë ligj është gati, ligji, kjo çështje bëhet edhe me ligj, dhe ai ligj do t'i propozohet kuvendit të Kosovës. Unë tashmë kam diskutuar me një numër të madh të deputetëve, 61 votat janë aty, ky ligj do të kaloj. Pra kjo do të bëhet. Megjithatë shumë më mirë për Kosovën do të ishte sikur të bëhej atë ditë, sikur Kosova të bëhej shteti i parë që e largoi tarifën ndaj aleatit të vet ekzistencial, përfitimet për popullin, për vendin tonë do të ishin të mëdha. Fatkeqësisht u humb ai momentum aty për aty, mirë po këtë do ta bëj në momentin që konstituohet kuvendi. Tashmë kam diskutuar me një numër të madh të deputetëve, do t'i respektojmë procedurat e rregullorës të kuvendit natyrisht, dhe kjo do të propozohet si ligji i parë në mënyrë që ta heqim me ligj, dhe ligjet e ka për detyrë secili t'i zbatoj. Edhe unë si presidente, edhe qeveria, edhe të gjitha institucionet tjera. Shkurt, me që përmendet edhe konstituimin e kuvendit, pra ju keni ftuar për këtë javë, mbledhjen e partë, ku do të ndodh, ose pritet ndodh konstituimi i kuvendit, megjithëse ende shohim që ka një marrëveshje për votimin e kryetarit kuvendit, spaku derisa po flasim, ose edhe për formimin e qeverisë, dhe kjo na bën që vetëm ju, si institucioni presidentes, të jeni me legitimitet të plot sot për sot nga institucionet e larta të shtetit, pra nuk kemi legislativ kuvend dhe kemi një qeveri kryeministër në detyrë. Natyrisht kjo mund të na shkaktoj sërish, nëse nuk ndodh shpejt sipas dinamikës së paraparë, të lashë në komunikim edhe në fitimin e përkrahjes ndërkombëtare, shtimin e njohjes që po thoni pritet që të thellohen këto, pra sa mund të na sjell të lashe edhe në gjeopolitikën dhe dinamikat që i përmendëm. Unë shpresoj shumë që me 15 prill të kemi konstituim të kuvendit, zgjedhje të qeverisë Republikës së Kosovës, që me njëherë të fillohet me punë të rëndësishme për vendin tonë. Unë e përmenda çështjen e tarifës, ajo është vetëm një nga temat e mëdha me cilat do duhej të merrej kuvendi i Republikës së Kosovës me njëherë. Mirë po kemi një sër marrëveshjesh ndërkombëtare të cilat nëse i kalojmë në kuvend, i kalojmë, po flas si Kosovë, sepse unë nuk jam aty në kuvend që të votoj, por i bëj thirrje të gjitha partive që ta bëjnë këtë gjë, sepse Kosova mbeti peng në qasje në planin e rritjes së Bashkimit Evropian, Këshilli i Evropës na pret. Po përfitojnë edhe Shqipëria edhe shtete tjera. Këshilli i Evropës, siç e dini, votimi është në maj, dhe kjo
ka shtete të cilat dëshirojnë ta lidhin me votimin e një qeverie të re. Tani në aspektin kushtetues nuk ka nevojë të lidhet një gjë e tillë, sepse siç e dini kompetencat e qeverisë nuk janë të limituara, ne nuk kemi nevojë ta ratifikojmë atë çështje në Kuvendin e Kosovës, presidenti ja udhëheq politikën e jashtme, po megjithatë kur shtetet dëshirojnë të gjejnë ndonjë arsyetim për t'i pezulluar shumë procese të rëndësishme për ne edhe i gjejnë këto. Qofshin ato procese ekonomike, qofshin procese të cilat kanë të bëjnë me antarësim në organizata ndërkombëtare. Procesi i njohjeve nuk ndalet, sepse si president ne e bartim kryesisht komunikimin me shtete, por megjithatë antarësimet, aplikimet e shumë çka tjetër natyrisht që mund të barti një pasojë kur nuk kemi institucione shpejt, kështu që unë thjesht mbes me shpresë që ky proces të kryhet shpejt. Zonja Presidente, faleminderit shumë për këtë intervistë në Antalya. Shpresoj të shihemi shpejt në Prishtinë. Faleminderit shumë. Shpresoj.